ka dy mënyra për ta kuptuar korrupsionin. Në këtë kuptimin e ngushtë fjalës korrupsioni është rishfet. Sigurisht është shumë i dëmshëm për shtetin. Mirë, unë preferoj një përkufizim më të gjerë të korrupsionit, që na çon tek origjina e fjalës latine, që thot kalbje. Dhe ne në fakt vuajmë tamam prej kalbjes shtetit. Edhe kalbja shtetit përbëhet edhe nga korrupsioni si rishfet, po përbëhet pastaj edhe nga kapja e shtetit, nga oligarkët, nga interesat e të fortëve, nga kriminalët, nga padrejtësitë e panumërta që psojnë njerëzit. E në këtë kuptim të gjerë të korrupsionit si kalbje e shtetit, unë kam përshtypjen që vuan e gjithë shoqëria. Ose më saktë, gjithë shoqëria minus disa që janë shkaku pse vuan shoqëria. Se hiç ditën e madhe të apokalipsit nuk ka ndonjë ndodhi tjetër ku të gjithë njerëzit vuajnë një lloj. Tha përfitojnë kurriz tjerëve, e prandaj ne mund të flasim për kalbje të shtetit, për korrupsion edhe për padrejtësi. Ndërkohë që vija këtu, thash po e ndaj shoqërinë në 5-6 shtresa kryesore, që besoj që janë dhe ata që vuajnë më shumë nga korrupsioni në kuptimin e gjerë të fjalës. Edhe po e nis me të rinjt. Dhe unë kam përshtypjen që gjë më e madhe që korrupsioni si kalbje i ka bërë të rinjve është që ka hequr në dimensione shumë të mëdha raportin midis shkollimit dhe ardhmërisë. Shkollimit dhe përparimit profesional, shkollimit dhe pozitës shoqërore, edhe ekonomike, edhe statusit të njeriut në shoqëri. Po e hoqe raporti midis shkollës, arsimit, edhe gjithë këtyre tjerave, sigurisht që rinia do të humbasi shpresën. Rinia do humbasi shpresën se nëpërmjet studimit, nëpërmjet përpjekjes, nëpërmjet edhe një shkolle profesionale, pra punës së kualifikuar, do të mundet çaj përpara në jetë. Ne e shohim, unë Ervini e shohim nëpër fakultetet tona. Kemi çdo vite më pak student. Dhe arsyeja nuk është vetëm se ka gjithnjë më pak të rinj, po ka edhe ndër të rinj që kanë mbetur, ka gjithnjë më pak të rinj që motivohen për të shkuar në shkollë. Dhe kjo patjetër që i bën të rinjt dëshpëruar dhe i bën të rinjt me syt nga emigracioni. Ne jemi vend me gjithnjë më pak të rinj, Tirana është çik më ndryshe se ende thith nga qarqet e tjera të Shqipërisë, pra ende ka një minimum rritje popullsie, po të hidhni syt anë kënd Shqipërisë do shikoni çfarë drame e madhe është në kuptimin edhe demografik të fjalës. Tjetër, punëtorët. Kemi këtu përfaqësues të punëtorëve. Në një studim që bëm pak më herët shoqet tona për kushtet në punë, sidomos sektori i ndërtimit, ishte shumë karakteristik fakti që pyeteshin punëtorët më pa a ka ardhur ndonjëherë inspektoriati i punës për inspektim. Edhe të gjithë ata që përgjigjeshin thoshin, vinë ndonjëherë, po vinë vetëm sa me marr lek. Nuk doli një punëtor që dëshmonte që erdhi inspektorati, e bëri atë mbikëqyrjen dhe mori masa sipas ligjit. Pra kur kalbet shteti, kur kalbet administrata, sigurisht që edhe institucionet pasaj nuk kanë më funksionin për cilat janë krijuar, por kryen funksionin e kundërt. Parë si puna e një njeriu që në vend ta shpëtoj pacientin, një mjeku që në vend ta shpëtoj pacientin, e vret pacientin. Punëtorëve nuk u sigurohet asnjë drejt, nuk kanë mundësi reale të organizohen, edhe ata prap me syt jashtë vendit. Shkojmë te pensionistët të doni. Sa për ju këtu janë pensionistë. Ju ka qerasur qeveria dashur bashkëqytetar pensionist me kam përshtypjen plot 800 lek rritje pensioni. Kaq është rritja e pensionit mujor për shumicën e pensionistëve. 800 lek rritje pensioni në muaj. Dhe 800 lek në kushtet ku në dhjetorin e ardhshëm janë të gjitha gjasat që të mos jepet më bonus. Pra ai bonusi që qeveria e jep dhe i herë në vit, tani e ka pjesu për 12 edhe e shpërndan në 12 muaj. Dhe për shumicën e pensionistëve, dhe kjo është edhe ironike dhe dramatike, shuma e parave që do marrin sot pas këtij pjesëtimi është më e vogël se ç'kan marrë një vit më parë. Pra ky kryeministër që thot po rrit pensionet, ka patur psi më të madhe të gënjej, sepse në vitin 2026 shumica e pensionistëve do kenë të ardhura më të ulta se në vitin 2025. Nga doni ta zëm shtresën e mesme profesionistët. Unë kam kolegë, shok, miq, besoj edhe një pjesë për jush janë tillë, që detyrohen të bëjnë dy punë. Pse njerëz të mirë kualifikuar detyrohen të bëjnë dy punë? Që duke qenë mirë kualifikuar, duke qenë dhe të mirë shkolluar, paguhen dhe më shumë se mesatarja e popullsisë. Pse detyrohen të bëjnë dy punë? Pse detyrohen të punojnë nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 7 darkës? Dhe arsyet janë shumëta. Përveç rritjes kostos jetesës,
rritje së çmimit të qiras, rritje së çmimit të kredis, rritje së çmimit të blerjes së një apartamenti. Kemi edhe kosto të tjera që kanë bëjnë me rritjen e fëmijëve dhe kanë bëjnë me disfunksionalitetin e shtetit. Unë i them bashkëmoshatarëve të mi, edhe atyre që përkasin paka shumë të njëjtje shtrese shoqërore si unë, ju them që motra dhe vlezër ne nuk kemi nga 2 fëmijë. Ne në shumicën e rasteve kemi nga 6 fëmijë, sepse 2 fëmijë kemi bërë vetë, e 2 janë prindrit fëmijë të gruas, e 2 janë prindrit fëmijë të burrit, që duke pas pension nga 100.000 lekë apo 150.000 lekë, nuk mund të jetojnë praktikisht pa kontributin e fëmijëve tyre. Që thot, një çift 30 vjeçarësh, 40 vjeçarësh, 50 vjeçarësh që punon sot, duhet punoj jo vetëm për veten, duhet punoj jo vetëm për fëmijët e vet, po duhet punoj edhe për 2 palprindër, se është e pashmangshme. Në këtë katastrofë sociale dhe ekonomike, sa do ta kesh rrogën ti, përveç se kur je oligark, ty nuk të del. Ti mund ta kesh rrogën edhe 3 milion lekë, mund ta kesh rrogën edhe 4 milion lekë. Po kur e pjeston me anëtarët e vërtet familjes, që janë 4+4, e ti e kupton pastaj se sa e pamjaftueshme është edhe një rrogë e lartë. E lere më pastaj rroga minimale. Lere më pastaj rroga 400-500.000 lekë që është të vësh duart në kokë. Tjetër, bizneset. Bizneset e ndershme vuajnë, sipërmarrësit e ndershëm vuajnë. E para një herë sepse bie fuqia punëtore, fuqia konsumatore. Bie konsumi, ku do blesh? E dyta sepse në momentin që ti avantazhon njerëz shumë të fuqishëm ekonomikisht, oligark, monopolist, ata përveç se rrisin koston për buxhetin e shtetit, ata falimentojnë dhe aktorët e tjerë ekonomik. Nuk ka më logjik tregu. Unë kujtoj, dikur e kam pas dhënë mësim në vitet e para, Adam Smithin, edhe e mbaj mend që thoshte se arsyeja pse justifikohet fitimi është sepse sipërmarrësi rrezikon kapitalin. Pra ka para, edhe i hedh këto para, i investon. Dhe meqense ato para dhe mund të humbin se janë kushtet e një ekonomie konkurruese, atëherë ti kësaj justifikon fitimin. Pra unë fitoj sepse rrezikoj. Sa më shumë rrezikoj, aq më shumë fitoj ose dhe mund të humb gjithçka. Kjo është logjika e një ekonomie të shëndetshme tregu. Tani çfarë ndodh në rastin e oligarkëve? Shumicë e rasteve ata as investojnë se parat i kanë gatshëm nga shteti. Pra shteti është thotë ja ku i ke lekët, i investoj. E dyta, janë monopolist, e treta fitimin e kanë garantuar. Ndërton ky oligarku Ulaj, ndërton këtë rrugën Thuman Kashar. Shteti i siguron atij. Po nuk pate trafikun e duar në rrugë, do të kompensoj unë. Po çfarë bëre ti? Ti ato para shkoni merr në bank, s'ke nevojë as ti kesh fare, sepse shteti ka garantuar fitimin. A është biznes ky? Çdo njeri që merret me biznes ndershëm. Personat që kanë qenë shumë dashamirë dhe kanë lejuar ne në këtë kafenet bëjnë këtë takim, rrezikojnë, besojnë kushte ekonomike. Pra investojnë dhe në rast se nuk ju ecën, biznesi mund falimentojnë. Ndërkohë që ai që është shumë i madh, shumë i fuqishëm, që nuk prodhon asgjë, që thjesht ka një firmë ndërtimi në rastin më të mirë. Miras, shpeshherë as firma ndërtimi nuk ka. Regjistrohet me 200 euro diku si firmë dhe pastaj i jepet i gatshme i gjithë buxheti nga shteti për të investuar. Kështu ndodhte me koncesionet e shëndetësisë. Hapeshin firma fiktive, me kapital fillestar $200 dhe pastaj siguroi gjithçka nga buxheti i shtetit. Pra këtu korrupsioni ndihet nga shtresat masive të shoqërisë. Mirë po, korrupsioni është edhe një lloj tamam smundje degenerative e shtetit, se degeneron mënyrën si funksionon shteti, organet e shtetit, institucionet, raportet midis tyre. Nuk funksionon policia, nuk funksionon spitalet, nuk funksionon zjarrfiksi. Nuk hapen kanalet, gjithçka është jashtë funksionit. Se nuk mundet ti të vjedhësh mëngjes drek darkë dhe njëkohësisht kesh një administratë eficiente dhe të përgjegjshme. Sepse edhe nëse ai është në punë si ndershëm i administratës, ku shqeqi gjithë hierarkia si për ti, vjedh dhe është abuzuese, thotë po pse do ta bëj punën? Pse do ta bëj punën? S'kam asnjë arsye. Pra është tamam kalbi e shtetit që nis nga lart edhe vazhdon në të gjitha hallkat e administratës. Pun kam përshtypjen që korrupsioni, sidomos të korruptuarit, sa më gjatë rrin pushtet, degenerojnë dhe vetë. Dhe jo moralisht që degenerojnë moralisht që nuk ka pikë në diskutimit. Më kujtua një shprehje Demosthenit, orator, i vjetër grek,
që thoshte se ai që merr rushfet e kishte për politikanët, e ka shitur veten një herë për gjithmonë. Pra një farë kuptimi, po more një herë të marrësh rushfet, ti e ke shitur veten moralisht, e ke humbur lirinë tënde si zyrtar i shtetit një herë për gjithmonë. Kështu që këta të korruptuarit këta që kanë 10, 20 apo 30 vjet që vjedhin, në këtë pikpamje këta e kanë shit veten, e kanë humbur njerëzore brenda tyre. Po unë kam përshtypjen që sa më shumë të rrin pushtet, e sa më shumë të vjedhin, degenerojnë dhe mendërisht. Kur të mbaroj kjo bisedë, ju lutem, keni celular me vete, keni edhe një faqe Facebooku, shkoni te faqja e Edi Ramës dhe shikoni çfarë poston. Shikoni çfarë poston. Dhe mua më duket si njëri që po degeneron dhe mendërisht. Shkon bredh kudo nëpër botë, smerret vesh, po zgjidh hallet e mëdha të botës. Po zgjidh fatin e Ukrainës, shkon në Francë, pastaj shkon në Emiratet e Bashkuara Arabe, tund aty një certifikat mirënjohje që i kishin dhënë aty në Emiratet e Bashkuara Arabe. E kanë terezi. Ditën tjetër nis një debat, ku diun, pompoza thua se janë mbledhur dy kokat më të mëdha të njerëzimit midis vetes dhe Blendi Fevziut. Ka luajtur manz valla, bën meme me Blendi Fevziun edhe bën 3-4 faqe shpjegime. Po më kujtoj si këto zënkat midis Don Kishotit dhe Sancho Panchos, por fakt ato ishin zënka të bukura edhe zënka me goxha vlerë artistike, kurse kjo është tamam një degenerim psiqik i atij që na qeveris. Imagjino, i drejtoi Blendi Fevziut dhe i thot ti je kreu i opozitës, i thoshte. Kontra mbas bregut. Blendi Fevziu është gazetari që i kre bishtin më shumë qeverisë dhe ati personalisht nga gjithë këta, është kampioni kësaj gjë dhe është vështirë ti është kampioni servilizmit në gazetarisë shqiptare sepse ka shumë konkurrencë këtë pikë, ai është kampioni. Edhe ky thot ti e thot armiku im, rivali im më i madh politik. I luajtur mendsh. Një ditë tjetër po e shikoja. I duket vetja mësuesi kujdestar i popullit. Edhe vendos notën sjellje. I thot ti pse ke hedhur plerat aty? Ti tjetri pse, pse hedh fishek zjarre? Një tjetër pse bërtet aty në rrugë? Thua prit më burri dheu sepse ky zotëri që po komunikon me publikun, ky ka për funksion të jetë kryeministri i vendit, që do të thot kryeshërbëtori i vendit, kryeshërbëtori i popullit, se fjala kryeministër këtë domethënie ka. Ministër ka qenë shërbyesi. Kryeministër është kryeshërbësi i popullit. Tani ky nga kryeshërbësi i popullit, që s'ka qenë asnjë ditë, ndonse funksioni kushtetues ja kërkojnë që të jetë, ky tani bën sigurisht padroni i popullit. Mësuesi kujdestar edhe vën notën sjellje. Pra çfarë do të thotë? Përmbytet gjithë Shqipëria dhe i thot fajin e keni ju praktikisht. Këtë tha. Pra fajin nuk e ka i vet që janë bllokuar kanalet. Fajin nuk e ka i vet që janë betonizuar qytetet. Fajin nuk e ka i vet që nuk ka investime në argjinaturat e lumenjve. Fajin nuk e ka i që nuk funksionojnë forcat e emergjencës. Fajin nuk e ka i që ndërtohen kulla vende pa vend dhe shtohet popullsia për metër katror dhe e bën të papërballueshme rrjetin e kanalizimeve poshtë. Jo, fajin e kanë viktimat. Praktikisht ju tha. Fajin e keni ju. A u mbytët ju? U mbytët se keni hedhur plerat jashtë koshit. Praktikisht. Që edhe për plerat kur hedhen jashtë koshit ka punonjë shteti që duhet merren me ato. Pa nuk është puna që ju popull e meritoni atë që keni. Tani në këtë situatë kaq të rënd do ta quaj, unë mendoj që ka vend për të bërë një kthes të fortë, edhe lëvizja bashkë po rinis një varg protestash. Ne kemi bërë 2 protesta në dhjetor, shumë të mira para Kuvendit të Shqipërisë. Fatmirësisht mbas një muaji të plot, Kuvendi do të rimblidhet. Vetëm Kuvendi i Shqipërisë edhe arrin të bëjnë të gjumin dimror. Kanë bërë ja 3 muaj pushim deputetët në verë, bëjnë edhe një muaj në dimër, një zot e di pse. Seanca e fundit e Kuvendit ka qenë në 18 dhjetor, seanca e radhës e Kuvendit do jetë 19 janar. Edhe shkollat e kalamajve 2 javë bëjnë pushim, deputetët bëjnë një muaj. Kështu e do mendja Edi Ramës e Niko Peleshit, mbase për të shtyrë ditën ku do debatohet imuniteti i Belinda Ballukut. Mirë po fatmirësisht e rrithirën Kuvendit, dhe ditën që do të mblidhet Kuvendi i Shqipërisë, në 19, ditë e hënë, në orën 17:30, ne do të mblidhemi përsëri para parlamentit me kërkesa të qarta. E para,
Parlamenti me urgjencë duhet heqë imunitetin e Belinda Balluku dhe ta shkarkojë si ministre. Nuk mund të jetë më Belinda Balluku ministre. Është turp i madh kur e shen kryet punëve. Edi Rama në ekskursion në Francë, Belinda Balluku kryeministra detyri bie. Shqipëria përmbytej, Belinda Balluku ishte kryetare e qeverisë praktikisht. A ka turp më të madh që një ministre me 1000 kusur faqe dosje në SPAK, që SPAK-u po i kërkon imuniteti, kërkon ta arrestoj, para se ta arrestohet, thot prit se jam unë e para e shtetit tu. Ku di unë? Si mundet t'ja varësh edhe formalisht ujkut mëlqit në qafë, edhe të presës që ujku nuk do i ha. Edhe thot do bëjmë ujk i mirë kësa radhe, as në prava nuk ndodh kjo gjë. E dyta, Edi Rama nuk mund t'jetë më kryeministër. U bën të panumërt ministrat, zëvendës kryeministrat, cilët jo vetëm vjedhin, sa ata që vjedhin gjithë s'ka diskutim, por që janë të provuar që vjedhin prej institucioneve të drejtësisë. Janë të dënuar, janë me akuzë ose janë në hetim. Si mund të jetë ky njeri kryeministër më? Ky njeri do duhet të shkarkohet. Nga ana kushtetuese, drejtën për ta shkarkuar kryeministrin e ka Kuvendi i Shqipërisë. Prandaj ne shkojmë te Kuvendi i Shqipërisë për të kërkuar atyre deputetëve që një ditë në jetën e tyre ta bëjnë detyrën. Dhe nëse ka shumë qytetarë që kërkojnë atë gjë dhe bëjnë presion, edhe kjo është e mundshme. Por nga ana tjetër, ne kërkojmë si rrugdalje nga kriza zgjedhjet e parakohshme. Tani unë e di që një pjesë e shoqërisë tonë, nga që është e mërzitur me situatën, nga që është i shkurajuar nga çfarë ka ndodhur më herët, mendon se Edi Rama nuk ikën. Po nuk e morën forcat delta amerikane ose po nuk lëshoi rrufe Perëndia. Dhe ky është terreni ku sharlatan politik pastaj hedhin tezën që nuk na duhen zgjedhjene, por na duhet qeveri teknike. Tani praktikisht çfarë do të thotë qeveri teknike? Kur Edi Rama ka 83 deputet dhe Sali Berisha ka 50 të tjerë. Që thot, ku Edi Rama me Sali Berisha së bashku kanë 133 nga 140 deputet të Kuvendit të Shqipërisë. Qeveri teknike do të thot shumë thjesht. Bashkëqeverisje, Edi Rama, Sali Berisha, pavarësisht se si do quhen ministrat apo kryeministri. Nuk ka fare rëndësi. Te cilat janë efektet e bashkëqeverisjes Rama-Berisha? Cilat janë interesat e tyre të përbashkëta sot që flasin? Janë disa, po kryesori është një. Të shkatërrojnë reformën drejtësi. Atë që ndërkombëtarët detyruan ta miratonin vitin 2016 dhe që këta kanë kuptuar që nuk e kontrollojnë dot institucionet e reja drejtësisë, duan t'i shkatërrojnë. Dhe si mund t'i shkatërrojnë? Më mirë vetë se në emër të një pakti të madh që do ta qetësonte situatën. Tani nuk e pranojmë pazarin Rama-Berisha, ne kemi besim shumë të madh te populli shqiptar, te shoqëria jonë. Për këtë arsye, ne kërkojmë zgjedhjet parakohshme me njëherë dhe jemi të sigurt që nëse do ketë zgjedhjet parakohshme, jo vetëm lëvizja bashkë ka për dalë shumë më mirë siç ka dalë herën e fundit, por kjo nuk është e rëndësishme. Parësisht është i rëndësishëm fakti që Edi Rama, unë jam i sigurt që nuk do ketë shumicën qeverisë. Dhe ka gjasa që nëse ne organizohemi mirë në zgjedhje, sistemi politik ty në krizë të tillë, saqë Edi Rama dhe Sali Berisha bashkë të mos kenë shumicë kushtetuese, pa të mos kenë numër të mjaftueshëm deputetësh për të ndryshuar kushtetutën dhe për të shkatruar dhe këtë minimum rendi institucional që ne kemi. Për gjitha këto arsye, ne kërkojmë zgjedhje parakohshme, jemi e vetmja parti që kërkon zgjedhje parakohshme dhe kemi besimin te shoqëria, besimin tek vetja, besimin te njëri tjetri se do ja dalim kësaj.